Nëse do të filloje dhe të kultivoje shije të reja kinematografie tek shqiptarët, ku do t'i orientoje më së shumti? Okej. Pra, futemi tani. Unë po kujtoj një analizë tani që ishte bërë, studim që ishte bërë lidhur me si kanë ndryshuar shijet në kinema të shqiptarëve, po edhe të europianëve pastaj, dhe me sa duket ne kishim kaluar më së shumti tek drama gjatë viteve të fundit. Mos gaboj referohej vitit 2025 ai studim, ndoshta kanë qenë dhe më shumë vite së bashku, po drama ishte e përzgjedhura e shqiptarëve dhe e Ballkanit përgjithsisht, dramë që kishte të bënte me tregimin e historive sociale, histori që kanë të bëjnë me jetët e individëve. Pra, çfarë na tregon kjo? Tani ky është mendimi im dhe patjetër kushdo që e dëgjon këtë mund ta marrë, ta hedhë ose ta marrë dhe ta vlerësoj. Drama është zhaneri më i rëndësishëm që do mbijetoj dhe do mbetet se peshat më të rënda të kinemas thoni një emër të madh të rëndësishëm filmi është dramë, domethënë. Dhe shumica e filmave në kinematografia janë dramë. Nuk ha debat. Pas vogluar zhanerat e tjerë se të gjithë janë shumë të rëndësishëm dhe të bësh një komedi të mirë është punë jashtëzakonisht e vështirë, më e vështirë ndoshta se të bësh një dramë të mirë. Po përqendruar te drama, unë mendoj që shqiptarit sot unë do i këshilloja shumë filmat aziatik që janë drama ose janë thrillera, po prekin shumë tema sociale, prekin tema që lidhen me moralin, me integritetin, dhe ne vim nga kjo, sepse ne vim nga filmat e Kino Studios që ishin gjithë skenar mbi moralin, integritetin, familjen, çfarë duhet bërë, çfarë nuk duhet bërë, si duhet sillemi, si nuk duhet sillemi, raportimi me miqt, me dashurit, me familjen. Dhe këtë gjë bëjnë dhe aziatikët, po e bëjnë pa kufinj, e bëjnë të lirë, ata janë të lirë, trajtojnë dhe tema shumë delikate, domethënë që perëndimi ka frikë ti trajtoj, dhe unë do përmend Oldboyn që u bë nga Park Chan-wook në Kore në 2003 me një aktor të mi të preferuar, Choi Min-sik. Respekte. Respekte plak. Unë e kam tatuat film. Dy shqiptar që gjetën një korean. Që është i famshëm. Po, e kam tatu filmin Oldboy. Ja, tek krau. Oldboy. Choi Min-sik. Po ai të lë me ha debat. Ai është pjesë e një trilogjie në fakt, jo se dy filmat e tjerë janë të lidhur, megjithatë është e lidhur me shumë ideja e kësaj që po thuhet. Jo, mua më ka lënë me një shije shumë. Edhe për mua është aktori, të paktën ai sa kam parë unë, ha debate me 2-3 tjerë, po është aktori më i mirë që ka Koreja, për mua personalisht. Shumë kanë thënë këtë në fakt. Shumë mendojnë njësoj si ose dhe si Erioni në këtë rast. Mendojnë njësoj besoj. Nuk e kisha menduar, është aktori më i mirë sepse dhe zotëria i Memories of Murder, që s'po më kujtohet emri protagonist, që është te Parasite, s'po më vjen tani emri aktorit gjithmonë, jo i bongut i regjisorit. Po për të kthyer te Oldboy. Kang e ka ai. Kangu. Pse ha debat kjo puna e Oldboy? Më thënë po bën debat një korean, bukur, vazhdojmë. Oldboy për shembull u bë remake nga Spike Lee. Spike Lee është një nga regjisorët më me influencë në Hollywood për sa i përket sidomos komunitetit afroamerikan, dhe po flasim për regjisorin që ka bër Do the Right Thing, filmi mrekullueshëm. Por mori përsipër remake-un e Oldboy dhe dështoi në mënyrë të frikshme, sado që kishte milionat, kishte Samuel Jackson, kishte Josh Brolin. Pse dështoi? Se nuk do bënte sens, po ishte. Nuk e trajton dot perëndimi atë temë siç e trajtoi Azia, dhe gjithë koncepti i Oldboyt nuk ka lidhje fare me Oldboyn e Spike Lee's. Dhe është temë shumë delikate. Po Oldboy nuk duhet ta marrësh literalisht, duhet ta marrësh si diçka poetike, është një hakmarrje poetike dhe ti në fund nuk e di kush është ai që po hakmerret. Unë sot simpatizoj atë që është antagonisti Wu Jini, ndërsa ndjej shumë disgust, përçmim ndaj protagonistit Min-sik Choi. Pse? Sepse ai është gjithë kritika e regjisorit. Regjisori po na thot, ja pra këto njerëzit sipërfaqësor që bëjnë këto gjërat që lëshojnë fjalët pa i menduar fare, janë njerëzit që bëjnë dëmet më të mëdha, dhe në fund filmit dhe hipnotizuesjat e filmin, nëse e mbani mend, që pranon ta shpëtoj Daezun, personazhin kryesor, i thot un kam pranuar vetëm për kësaj fjalisë që ti ke shkruar në fund, nëse fjalia ishte edhe pse jam kafsha nuk meritoj që të jetoj dhe unë. Dhe ajo fjali nuk ishte e Daezus, po ishte e kopjuar nga ai personi që po vetvritej në fillim të filmit. Pra Daezus ka asgjë vetën, është bosh. Është një person që nuk kujdeset për familjen, është një person që nuk kujdeset për miqt, është një person që nuk kujdeset për veten, që s'ka moral, që abuzon me gjithçka, që është sipërfaqësor dhe bën dëme të jashtëzakonshme, dhe dikush që ka mundsinë dhe është person me integritet
të vihet kundra dhe të tregon vendin. Dhe edhe kur ta jep shansin që ti të ndryshosh, sapo ai kthen shpinën, ti shtyp butonin për ta vrarë, siç bën Daezu për të vrarë Vuzhinin, po nuk e vret dot, po hapet audioja me skenat intime me vajzën e tij, sa filmi trajton incesin, domethënë. Është të tmerrshme. Domethënë filmi nuk duhet marrë literal, ai duhet marrë. Patjetër, nuk e vë në diskutim, po është çështje shumë delikate dhe unë kur e kam përfunduar isha kështu, thjesht nuk po merja veten ja 2-3 minuta, prit, mbaroj, kaq ishte. Po, do ju them dhe s'ka më. Do ju them edhe po të shikosh edhe I Saw the Devil, nuk mundet që të mos thuar që ai është aktori më i mirë i Kores, apo ja. Jo, shumë aktor i mirë. Unë dua fort, po do ju them më ka trazuar pak edhe ky koreani tjetër i këtij serie. Jo. Ky i serialit famshëm korean tani, ore, domethënë fikesh ndonjëherë takosh. Mouse ndoshta. Jo, po këtij mos serialit famshëm Netflix që bëm seriali më i shikuar Netflixit gjitha kohërave. Okay, se tek Squid Game, jo, aty nuk është pika më dobët e imja me Korean. Jo, e kuptoj sepse është edhe kështu komercial, patjetër, ka gjitha këto elemente. Po sezoni i parë nuk ishte i keq, sezoni i parë nuk ishte. Po thoje. Po thoja që praktikisht filmat që na sjell Korea dhe Old Boy në këtë rast lidhen shumë me natyrën njerëzore dhe arsyeja pse sjellin aq të hiperbolizuar, sepse ato po prekin incestin për të dhënë një mesazh. Nuk e prek dot masën sot, nëse ti masës i flet në mënyrë sipërfaqësore, duhet sjellësh diçka të fortë që ti marrësh vëmendjen dhe autori duhet ta bëj gjigande gjën që të mbetet në fund një 20% mesazh apo ta bëj shikuesin të mendoj. Duhet diçka të ronditse. Këtë bën Korea prej dekadash. Pra ndërton një skenar me një pikë kulmore shumë të fortë që ti të mund të mbetet mendja diku dhe të marrësh mesazhin nga ai produkti kinematografik që po sjell. Ndryshe nuk do bënte sens. Unë kam patur bindjen që kinemaja koreane ndoshta vazhdon të jetë ende kinemaja më e mirë në botë. Është deri diku edhe ajo e Hong Kongut, po ndoshta ajo e filmave të fundit, sidomos me Wong Kar-wai, me Fallen Angels, vitin 95. Të tre filma, se ai e ka trilogjia të Chan King-un edhe In the Mood for Ndërkohë që kinemaja japoneze ka rënë prej neorealizmit japonez, Akira Kurosawa. Tani më iluminoni pak për kineman japoneze se unë nuk e njoh gati fare. Po, tani Japonia është shumë më investuar tek mangat, siç animet, aty s'ja merr japonisti, aty harroj. Por kur flasim për filmat japonez, ka disa filma japonez, ne jo më larg se sa të njëjtën, dihe pam filmin Cure, që është thrilleri psikologjik me nuanca horrori dhe ky më i mirë ndoshta i gjitha kohërave, i bën 95-ën dhe frymzoi Fincherin të bënte Sevenin me Kevin Spacey-n e jashtëzakonshëm. Edhe Morgan Freeman. Po, apo Zodiakun, apo sa filma u bën me serial killer mbrapa, apo Prisoners, domethënë është një film që i hapi derën dhe është japonez dhe është prap me personazh kryesor Kyoshin që është tek Perfect Days i Wim Wendersit. Ai pastruesi tualeteve në Japoni, domethënë, nëse e keni parë viteve të fundit. Kjo për të cituar një film japonez. Pastaj është dhe prap ka filma kult japonez të mëdhenj. Onibaba është filmi i preferuar i Willem Dafoe, është japonez. Kështu që ka patjetër, por ata janë më të investuar te animet dhe ai keni parë Attack on Titan, është shumë. Unë jo, tani to be honest, edhe do t'rregohem plotësisht kështu 100%. Unë kam thënë prej vitesh. Mua nuk më kanë pëlqyer kurrë anime. Mendoj që thjesht ose nuk je përfshirë deri në fund, si ja ke dhënë kohën që meritojnë, se ty do të pëlqej shumë Attack on Titan. Me ato që folëm, jam i sigurt që do të pëlqej pa fund. Kur nuk më kanë shtyrë ti show, edhe nuk e kuptoj pse njerëzit janë kaq të obsesionuar me. Nuk është krijuar mjedisi i duhur ose konteksti i duhur që ti shohësh. Mbas është me njerëz, po nuk e di. Është me njerëz, për shembull, kinemaja lind si entertaining. Se mua nuk më pëlqejnë gjërat që e kuptoj qartësi që nuk futem dot aty, nuk futem dot tek ajo botë. Të duket sikur nuk i përket asaj. Se nuk i përkas asaj bote. Po, të kuptoj shumë mirë dhe do të them vetëm që kinemaja lind me zbavitjen, me entertaining. Filmi i parë ka qenë një tren që dilte nga tuneli dhe friksonte shikuesit, pa zë normalisht. Thjesht me qëllimin për t'i zbavitur. Dhe kur flasim për zbavitje, asgjë nuk mund t'japi zbavitjen që jep fantazia. Dhe tek kjo janë mjeshtra japonezët,
Dhe kur ti shikon për shembull Dragon Ballin që ka edukuar një brez tërë dhe na ka dhënë dhe punë për më tepër. Si? Na ka dhënë punë se mësuam italishten. Okay. Për mirë për keq nuk e di, po aty e mësuam edhe Dragon Ball i trajton ca tema shumë të rëndësishme. Unë fëmijës tim do ja tregoj patjetër nëse do kem një fëmijë nesër, dhe Attack on Titan për shembull është gjithçka përveç se animacion. Ai trajton gjëra që po ndodhin tani. Është politik, është geopolitik, është historik. Është histori, është një kryevepër Attack on Titan. Po, por ka shikues që vinë për shembull dhe te klubi im dhe duan shumë për shembull filmat që janë real life, filmat që janë dokumentaresk dhe kanë preferuar Oppenheimerin. Oppenheimeri është një film i bërë shumë mirë, që është film i madh patjetër, Christopher Nolan, Cillian Murphy mbrapa, po Oppenheimerin unë se honep s'dot. Se s'është entertaining, nuk është zbavitja kush është aty, që ne po shikojmë estetikisht historinë e një fizikanti që po sjell një bombën bërthamore, bisedat pa mbarim midis tyre, po entertaining s'ka asgjë, unë prisja një shpërthim të madh aty dhe edhe kur ndodh shpërthimi i bombës i kërpudhës, nuk ka zhurmë, po është ajo heshtja që është e bukur, po nuk është lloji entertainingut që do një njerëz që do ta rratiset nga Po, ke dy opsione. Pra, kur ti sheh një film ose edhe kur e lexon një libër, ose edhe kur shkon në teatr, ti e ndan mendjen. Ose do që ajo heshtja të flasi për ty, pra të mbetesh i heshtur dhe ajo heshtja flet shumë, ose do e marrësh mesazhin tënd duke qeshur edhe duke u arratisur nga ajo bota. Ka nga ata që preferojnë më shumë këtë të parën, pra që të bëhen pjesë e asaj qetësisë mbytëse, po që flet më shumë ndonjëherë se sa fjalët. Jam dakord dhe unë e dua shumë Tarkovskin, them Tarkovski është ndër regjisorët më të mirë gjitha kohërave, po nuk është regjisori që unë rishikoj, se të rishikoj Tarkovskin do isha shumë pretencios, do thoja Erioni tani është ky që filozofon çdo ditë në mënyrë ekzistencialiste. Jo, Erioni del nga puna dhe do të shofi Kill Billin. Do të shofi diçka që të kënaqet dhe të pija atë birrën. Nuk mund të pish një birrë tani me Tarkovskin. Jo, ajo është e pamundur. Me Tarkovskin do pish në gjë shumë më të rëndë. Megjithatë me Jodorowskin mund ta pish. Jodorowskin po El Topa. El Topa e kanë pirë, bin there dan. Magji është si librat e Marquezit, është kështu, realizëm. Shumë i guximshëm. Për të folur për këto animet japoneze, Monster është i kryevepër tjetër. Fantastik, edhe i shkurtër që gjithë njerëzit që s'duan të investojnë se s'kan kohë, sepse është dhe ky problemi sot që ku do e gjejmë të kohën të shohim gjitha më. Vërtetë, ato janë të gjalla, janë me seri, me sezone. Po, Monster, Death Note janë të shkurtra, për të cituar një që s'është anime, po është i shkurtër dhe shumë e bukur, Fleabag, sidomos për botën e vajzave, unë mendoj që të gjithë vajzat duhet ta shohin atë TV show me 12 episode. Një komedi e zezë Viola po fantastike. Viola jepi një shans edhe jepi një shans vetë, si edhe më shajm brapa. Mjaft interesante. Një gjë që se kam kuptuar. Mjaft interesante. Miq, është ajo. Një gjë që se kam kuptuar është pse Naruto me Boruton shkoi drejt një farë dështimi. Nuk jam investuar shumë te Boruto, nuk jam investuar shumë, po di që Naruto ka unë nuk jam fan shumë i madh i Narutos. E vlerësoj cilësinë e Narutos edhe të One Piece që është ndoshta çmenduria kryevepër patjetër, One Piece i kryevepër. Nuk jam se unë jam shumë kështu old school, ndoshta unë jam te Kenshiro. Një te Kenshiro, po. Jam te këto gjërat kështu dhe nuk jam investuar shumë, për shembull Naruto dhe One Piece sidomos. Më duken ekstrem të gjatë, me shumë fillera, me shumë episode të shtuara, po në thelb ajo që trajtojnë është fantastike dhe besoj se Naruto është më i mirë se Boruto. Jo, kjo nuk diskutohet. Sepse Boruto si ngeli produksionin në mes o burr. Po e pra. Kemi 5 vite që presim episodin 294. Nuk e replikon dot Naruto. Është si të replikosh Dragon Ballin. Absolutisht. Janë disa përpjekje, po janë shumë të dështuara estetikisht. Përpara se të ikim tek kënga e radhës, do të pyesja pak Erionin. Ka dalë tani një tendencë që bëhen ca social media serials që janë të shkurtra. Çfarë mendon për këto? Besoj e ke parasysh për çfarë po them? E kam parasysh. Për ato historitë ku ajo goca që punon në një dyqan të thjeshtë martohet me djalin e një miliarderi, po kanë shumë shikime dhe kanë shumë. Se unë nuk po e kapja për çfarë kishte fjalën. Po këto janë skandaloze, mo i kam parë. Këto janë
Po përhapet shumë si trend dhe po e bën janë kushdo. monstruozitete të estetike, domethënë nuk e di çfarë janë këto. Unë mendoj që çdo lloj gjëje që është për tu bërë do bëhet, ligji Murphyt dhe do çdo pistollë i mundshëm do bëhet, kështu që thjeni mendim për këtë. Dhe nëse është për tu bërë, le të bëhen, sa më shpejt preket fundi, ndoshta aq më shpejt do reagojë një artist, do thotë jo se un jam gjendje të bëj diçka më të mirë. Patjetër që unë nuk bie dakord me ato sepse zvoglojnë në sensin e kinemas dhe nuk e kuptoj as kush është qëllimi aty. Hajde djegim kohë edhe krijojmë target group edhe krijojmë figura showbizi, se ato janë më shumë figura showbizi, influencerë, se sa njerëz që duan kineman, janë aty dhe ja bëjnë që jemi këtu për të bërë para, nuk jemi këtu për të lënë shenjë. Absolutisht. Po, di çfarë më tregon mua kjo, mua më tregon kjo që këta të rinj që kanë studiuar për regji, për teatr, për kinema, për të bërë aktorë, gjithçka tjetër, nuk po gjejnë më hapësira pra për të qenë pjesë e një filmi mirëfilli dhe po orientohen drejt kësaj botës së re, drejt kësaj botës së re që nuk po shkon vetëm filmi, po shkon media, po shkon gjithçka tjetër. Pra, po e bën jetën më të aksesueshme përmes rrjeteve sociale se nuk ka formë tjetër, nuk gjen formë tjetër për ta bërë. Ti ke shumë drejt, po ekziston dhe një mendim tjetër që unë do ta them tani, nëse një shoqëri është shumë e shtypur dhe shumë e varfër, historia ka treguar që ka dalë gjithmonë ndonjë artist shumë i madh në atë periudhë dhe ka lënë një shenjë, ka vdekur ndoshta i varfër, absolutisht. Po artistët më të jashtëzakonshëm i kanë lënë veprat e tyre në shoqëritë më të shtypura. Dhe ne nuk jemi dhe aq shtypur, besoj, derisa s'ka dalë asnjë artist deri tani. A thua? Kështu që artista kemi me pikatore. Ata që na dëgjojnë dhe që kanë në dorë jetën tonë mund të na bëjnë që të dalin talente nga kjo shoqëri. Na shtypi më keq. Jepi. Na shtypi më keq, na shtypi më keq. Tani që të mbëlsohemi një çik, ty qëracme nga një bonus, çuna. Shihen, keni ndonjë kështu pretendim? Jo, ke ndonjë se miku i parë si gjithmonë. Çokolata është gjithmonë kështu. Çokoladë duhet të jetë kjo, po. Kjo është çokoladë. Të bëf të mirë. E gon? Unë sot do marr atë me pistakjo, nuk ta. Sot ta prishim shefin për atë se është vrar, më është dërmuar, është bërë copa. Sakrifikuar. Opa. Mos vrava dorën. Jo. Okej. Miq Mosaroni, sa herë ke nevojë për të ngrënë diçka dhe për t'u ëmbëlsuar është croissant Bono. Mirë. Si thonë, ne shkojmë tek hapësira e radhës muzikore? Shkojmë. Ndonjë preferencë tjetër Erion? Preferencë tjetër, Requiem for a Dream e vëm dot. Çuna? Yes. Kry. Shkojmë me hapësirën e radhës muzikore.